Ne ja u themi disa herë në ditë këtë mesazhin, por domethënë çdo ditë që kalon, aq më shumë kuptoj, po them personalisht, aq më shumë kuptoj se sa e domosdoshme është kjo e pensionit privat. Më besoni që është shpëtim për të gjithë, sepse e para ti nuk bën asgjë përveç se kursen apo investon për veten tënde, nga të ardhurat mujore që ti ke. Thënë kjo, nëse ty të tepron diçka në fund të muajit dhe ti atë e mban gjatë gjithë kohës në shtëpi, në portofol, diku aty pra të pa investuar, është probabiliteti shumë i lartë që ti atë ta konsumosh për diçka që të pëlqen në moment dhe ti thua po mirë se i kam aty lekë dhe po e blej këtë bluzën X mark, se s'duam të përmendim gjë. Nuk ka si ndryshim ajo bluza me kështu të madhe këtu, nga kjo bluza që është e thjeshtë dhe pa ndonjë logo. Më kupton? Se mjafton që të dyja të mbajnë mirë ngrohtë dhe të dukesh bukur dhe njësoj është pavarësisht nga çmimi. Pra 5 euro një bluzë dhe 100 euro një bluzë, ndryshimi është një term tjetër që s'dua ta përmend këtu se jemi në ekran. Kështu që këtë pjesën që të mbetet për atë bluzën që ti ke fiksim, hap një llogari pensioni privat në Sigal. Është, domethënë, e para njëherë do të ndihesh mirë sepse ti atë shpenzim që investon aty për veten tënde të kthehet të bëhet disa fish më i lartë nga sa është realisht investimi jot. Kjo fal kthimit vjetor mesatarisht për 4.6%. Ndaj të njëjtën gjë do ta bësh edhe ti, qoftë duke kursyer një kafe në ditë. Kjo vlen edhe për punojësit. Për shembull, një informacion i fundit që na ka ardhur, nëse ti ke rrogun 160.000 lekë në muaj diku ku punon dhe 23% të kësaj page ti e ke taks. Dhe shiko çfarë ndodh. Nëse krijon një llogari pensioni privat, nuk paguan taks 23% dhe ajo që ke është pensioni privat, që është disa fish më i lartë nga sa pensioni shtetëror. E kemi bërë atë shembullin, nëse ti do të kesh një pension 300, 400, 500 apo më shumë euro, kontributi që duhet të paguash në muaj në fondin Sigal është shumë herë më i vogël nga sa kontributi që ti paguan në shtet. Dhe tham, sikur vetëm 2% të paguhet për pensionin privat nga rroga e gjithë secilit prej nesh, përfitimi është më shumë se sa përqindja më e lartë që paguajmë sot në shtet. Dhe më besoni që pas disa vitesh, askush qoftë edhe nga ne, kur nesër do të jemi në moshë pensioni, nuk do të telefonojmë në brezat që do të vinë dhe do ankohemi për pensionin, sepse do kemi pensionin shtetëror dhe pensionin privat, me këtë të dytin që do të na mjaftoj, do të na teproj dhe mos them që do mbajmë edhe niprit apo mbesat. Dhe kur kjo ndërthuret me një kontribut modest nga ana jon, përse të mos e bëjmë. Ne nuk humbasim asgjë, përkundrazi, vetëm përfitojmë. E ku ka më mirë se sa në kompaninë më të madhe në vend. Sigal, me eksperiencë shumë vjeçare në Shqipëri dhe jo vetëm, dhe që ofron po ashtu një gamë të gjerë sigurimesh jo vetëm për pension privat, por për gjithçka tjetër, të cilat ju i gjeni vetëm aty. Telefononi në numrin e mëposhtëm për pensionin privat 069 40 61 438 për të marrë asistencën e nevojshme aty dhe për të rikonfirmuar gjithë sa ne themi çdo ditë. Jo se është diçka që duhet thënë dhe është vetëm në kufit e një spoti publicitarë. Më besoni është domosdoshmëri dhe nëse dikush nga ju, dhe besoj që shumica prej jush dhe prej nesh, ka njerëz që jetojnë dhe punojnë jashtë, pyetini për pensionin privat, atje ku ata jetojnë, se çfarë rëndësie qoftë edhe shteti ka kushtuar pensioneve private atje, se sa lehtësira u ka ofruar kompanive që ofrojnë këtë lloj shërbimi, se sa përfitojnë njerëzit atje, dhe prandaj nuk ankohet pensionisti italian, jo se ka pensionin më të lartë se sa pensionisti shqiptar, por sepse gjatë jetës së tij është treguar i përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm për të kontribuar në fondin në pensionin privat. Kështu që bëjeni edhe ju përmes Sigal, kompanisë më të madhe në vend që thash ofron gamën më të gjerë të shërbimeve për pension dhe jo vetëm.